Ali Shalaj është futbollist I shkollës së futbollit Liria. Hapat e parë në sportin e tij të preferuar I ka nisur që në moshën 4 vjeçare. Aftësitë e tij për sportin e futbollit janë të premtuese dhe kjo bën që ai me shumë sukses të luajë për grup moshat U13, ndonse ka vetëm 11 vjet. E pëlqen lojën e Granit Çakës, ndërsa idoli I tij është Lamine Yamal. Unë quhem Ali Shalaj, kam 11 vjet, luaj në skuadrën KF Liria. Talenti që kam, unë luaj me klubin me gjeneratën U13, grupi A. Edhe unë kam shumë talent, edhe trajneri jam është I kënaqur me mua, po ashtu edhe familja ime. Kam filluar të luaj në klubin FC Prizreni 4 vjeç deri në 9 vjet, po ashtu kam filluar 9 vjet në KF Liria deri më sot. Me punën e trajnerit jemi shumë të kënaqur, na mëson topa në thellësi, vertikalizimet, mu kanë taktikisht mirë edhe mu kanë fizikisht edhe psikikisht mirë. Tash na tregosh çfarë pozitë luan? Unë luaj me fushor qendror, po ashtu edhe sulmos. Dhe cilin futbollist në Kosovë ke idol, edhe cilin futbollist jashtë? Në Kosovë kam idol Granit Xhakën, jashtë kam Lamine Yamal. Ekipi jam që e du në Kosovë është ekipi jam I zemrës që është kjo fanellë Liria dhe kjo shpresoj që do të jarri majet e futbollit. Të luash për Lirin? Po. Dhe jashtë cilin ekip e simpatizoj Barcelonën. A mendon se më luajë ndonjëherë në Barcelonë? Mendoj shumë se ajo është ekip shumë I mirë, ka taktika shumë mirë dhe ka po ashtu lojtarë dhe trajner shumë të mirë. Babi unë përkra maksimumin në maksimum dhe ajo ka dëshirë që unë të arrish sa më shumë në jetën time. Po flet shumë mirë, sigurisht je nxënës I shkëlqyeshëm cilën shkollë tregon? Në shkolla fillore Loyola, klasa 5. Suksesi me notë shkëlqyeshme. Trajneri Aliut është ish futbollist I dalluar Dritan Luri. Ai veçon cilësitë e jashtëzakonshme të këtij futbollisti të talentuar, I bindur se ardhmja e tij do të jetë e ndritur. Po Alia na u ka bashkangjit para 2 vite. Edhe pse është pak më I vogël se disa, po ka talentin, është një punëtor I madh, është I disiplinuar dhe shpresojmë shumë që do t'i kap majet e futbollit. Cilat janë karakteristikat e tij të veçanta, lojë, në cilin pasur? Po ka qetësi me top, është I qetë me top, ka vertikalizime që është shumë problem një fëmijë I gjeneratës I lindur në vitit 2013 të bëja si kësi gjana, po është punëtor, edhe ne punojmë shumë mirë, edhe besoj që shumë shpejt Alia do të lunë për ekipin e parë, pastaj të shohim. Disa karakteristika I merr edhe për trajnerit, a mendon se I merr nga ti si talent që ka qenë si futbollist? Po patjetër, edhe ai lun në atë pozitë që kam luajtur edhe unë besoj që I ndihmoj shumë me ato aftësitë e mia, me ato kfintat e mia, kështu që po ka afinitete shumë të mira Alia, po duhet punë, gjithsesi pa punë s'ka gjë. Do një porosi përveç punës për Alion? Po veç le të vazhdon kështu, le të punon, Liria do t'ja sheharin këtij djaloshit. Futbollistët e talentuar të gjitha grup moshave në shkollën e futbollit Liria u bie në sy edhe trajnerëve të tjerë, pra edhe koordinatorit të shkollës Skënder Kaprës. Padyshim, edhe tek Aliu trajneri Kapra ka vërejtur aftësitë e një futbollisti që premton shumë për të ardhmen. Po, shumë e vërtet është se numri është në rritje sipër në shkollën e futbollit të Lirisë si zakonisht. Normal që edhe përkushtimi I madh I trajnerëve që është duke u bërë me punë mjaft të mirë dhe profesionale, pra edhe rezultatet janë kulminante atuese në kohët e fundit. Sidomos në mesin e atyre nxënësve që janë antarë të shkollës së futbollit, ka mjaft talent. Sidomos në këtë gjenerat ku tash për momentin po flasim, gjenerata U13 kemi mjaft talent, cilët normal në një ardhmë shumë të afërt do të ndëgjohet për emrin e tyre. Si zakonisht nga klubi futbollistik Liria kanë dalë shumë emra të mëdhenj, ta potencojmë vetëm atë të madhin Vedat Muriqi. Normal që edhe këta fëmijë do ta ndjekin rrugën e tij patjetër. Si çdo futbollist tjetër I ri, edhe Aliu ka mbështetjen e duhur të prindit Muhamet Shales, I cili nuk kursen asgjë nga vetja për të afirmuar sa më shumë të birin, sepse I di vlerat dhe potencialin që ka ky futbollist I talentuar. Djali është pjesë e klubit futbollistik Liria, gjithsesi është duke luajtur me gjeneratën U13, edhe pse
nuk e ka atë mosh, po me lejet speciale të Federatës Kosovës, i njëti pas kontrollime mjekësore i është mundësu që të performon me këtë gjenerat. Në bazë të ndeshjeve që kemi përcjell këtë sezon, kjo gjenerat ka pas një performancë të mirë, dhe ka qenë kampione, domethënë pjesës parë sezonale. Ndërsa saj për këtë djalit në veçanti, edhe në bazë vlerësimit të trenerëve, edhe në bazë të disa specialistëve të futbollit, i njëjti ka tregu performancë të jashtëzakonshme, ka një disa veti të cilët e bajnë që me dallu pi tjerëve. Besoj që nëse i njëjti vazhdon me majt këtë kontinuitet, i njëjti mund të luajë edhe nivelet larta. Sa përket meje si prind, çdo fëmijë deri në moshën 18 vjeçare ka nevojë për mbështetjen e prindrit ose mbështetjen e gjithë atyre që dojnë futbollin ose që mbështesin futbollin. Ne si prind kemi pas angazhime në bazë të rekomandimit trenerëve, kemi pas edhe në kurse individuale, edhe në trajnime individuale, zakonisht me pjesën taktike ku i është rekomanduar njëjtit me punu. Në ato pjesë cilët nuk ka pas, domethënë pjesë cilët ka pas mungesa ose nuk ka punu si duhet, sidomos kemi pas edhe vlerësime prej disa ekspertëve të futbollit në Evropë. Besoj që në bazë të klimës edhe kushteve që ka klubi edhe kësaj gjenerate, duke ju falenderuar edhe trenerit, drejtonit i cili ka këtë gjenerat, besoj që do të ketë një kontinuitet mirë, domethënë duke i përjashtuar faktorat objektiv që besoj që nuk do të ndodhin. Për shkak se i njëjti ka moshën e re, e vetmja gjë që mendoj se të njëjtit i duhet është mbështetja, duhet potencuar se i njëjti ka vullnet edhe pasion. Besoj që nëse i njëjti e man këtë kontinuitet edhe këtë punë që është duke bën, besoj që ka me pas mundësinë që më paraqit edhe në klubet të mëdha evropiane, megjithëse unë kam pas disa kontakte me klubet njohur që janë në Evropë, mirë po për shkak moshës i njëjti tani për tani është obliguar që të punoj këto derisa të arrijë një moshë ku mundesh me hinë në marrëdhënie kontraktore. Po, i njëjti përveç shkollës futbollit që vjen këto, edhe performancës që ka tregu këto, i njëjti është nxënësi i shkollës Loyola, është me nota dhe një ndër nxënësit më të mirë në shkollë, për të cilët edhe ka vlerësime edhe ka mirënjohje nga ana e shkollës. Andaj besoj që edhe shkolla, edhe futbolli këto duhet të shkojnë paralelisht në njëjtin kohë, pasi që besoj që edukata edhe mirësjellja dhe disiplina luajnë një rol të madh në formimin e tij si futbollist. E neve nuk na mbetet tjetër veçse ta mbyllim këtë kronik me thënien asat e së ardhmes lindin në xhirin e së sotmes dhe padyshim Aliu do të jetë një as i futbollit kosovar e evropian.